Mbi 3200 punë kërkues rezultojnë të regjistruar në Drejtorinë Rajonale të Punësimit në Shkodër. Drejtuesi i këtij institucioni, Roza Fazmiani, tregon se numri aktualisht është më i lartë, teksa bëhet fjalë edhe për të rinën moshë që kërkojnë punë, por nuk janë pjesë e listës zyrtare. Vetëm pjesa e bashkisë Shkodër mund të ketë rreth 3200 punë kërkues të papunë. Kjo shifër është në lëvizje, flas vetëm për papunët, por ne i shërbejmë edhe pjesës tjetër që janë punë kërkues, sepse studentët dhe nxënësit që janë 16 deri në 18 vjeç edhe kjo pjesë nuk regjistrohen dot me status punë kërkues papunë, janë vetëm punë kërkues dhe numri është më i lartë, ose sa 3200 të cilët janë me status. Në lidhje me ofertat e punës, normalisht nuk është problemi as të ofertës, oferta kemi, është problemi më shumë në lidhje me atë përputhje ndërmjet kërkesës dhe ofertës, se çfarë duan të ri, jo vetëm të ri, po flasim se ky është një panajër për të ri, po flasim për të ri. Dhe në lidhje me sa është i kapshëm subjekti ose biznesi, që ofrojë paga të mira këtyre të rinjve. Punësimi të rinjve vjen të mbetet një sfidë kryesore në kryeqendrën e Veriut.